shej është situatë ndryshe nga të gjitha zhvillimet që kem pa në Kosovë pas pavarësisë, ata që ushtrojnë funksione shtetërore, kryeministri, kryetarja e parlamentit edhe ushtruesit e tyre e presidentit, dje kanë bërë shkelje kushtetuese. Kjo është ngjajshme me suprimimin e kushtetutës, e kam krahasu ata që kanë ndodhur dikur në kalume. Pra është një ngjarje shumë e rrezikshme, një drejtim i rrezikshëm, edhe vërtet ju bëj thirrje që të ndalen, mos vazhdojnë në këtë drejtim. Ruajtja e pushtetit, mbajtja e pushtetit, ardha në pushtet është e mujshme, duke respektuar kushtetutën, duke respektuar demokracinë e vendit. Nëse shkojnë në kësaj rrugë të rrezikshme, po na pamundësojnë pra funksionet në bazë kushtetutës, edhe nuk na lojnë rrugë tjetër përpas që të drejtohemi qytetarëve, sovranit, që të mobilizohemi të gjithë, të mbrojmë kushtetutën e Kosovës, e kem detyrë, e kem obligim. Unë besoj që sovrani e bën këtë, e ka bën çdo etapë të jetës së këtij vendi, kuptohet me veprime që sovrani vetë identifikon, që mund të jenë edhe protesta, edhe veprime tjera dhe përshkallëzime që i vlerëson të nevojshme, por prapë edhe një herë i thash vetdijes, ndërgjegjës gjithëve, mos bëhen pjesë e shkeljes kushtetutës, e këtij turpi, njëkohësisht edhe zonja që janë kandidate për presidente, po edhe deputetët e komuniteteve, jo shumicë, edhe gjithë ata që kanë logjik të ndalen, pra mos vazhdojnë me qenë pjesë e këtij turpi, kushdo që bëhet pjesë e veprimeve që me u shkel kushtetuta e vendit në këtë mënyrë, pra me u qenu rendi kushtetues, i mbulon turpi. Do t'i mbulon turpi për jetë, pra s'ka lidhje kush janë, çka kanë bërë deri në këtë moment, po nëse bëhen pjesë e dhunimit kushtetutës, e kësaj sjellje të tillë të rrezikshme, kuptohet që pasojat do të jenë përjetshme për gjithë ata që bëhen pjesë. Ju faleminderit media.